Tu gjatë jeta uroj t'jeni mirë. Gjithçka në këtë ekzistencë, sa më shumë të hollohet, aq më shpejt kputet. Përveç zullumit, ai ndryshe nga gjithçka tjetër, sa më shumë të trashet, aq më shpejt kputet. Gati fleta arrestit për Belinda Ballukun. Sa emisione të shkuara u kam thënë, është gati fleta e arrestit për të. Zëvendës kryeministra e Republikës së Shqipërisë, që është edhe buldozeri më i madh i korrupsionit në Shqipëri, shkon drejt Spakut ditën e hënë, i ka mbritur fleta e thirrjes nga prokurori i çështjes Dritan Prençi, dhe në këtë fletë thirrje, sipas raportimeve të mediave dhe gazetarëve që janë të informuar nga burime nga Spaku, informacionet tregojnë se i është kërkuar që të shkojë bashkë me avokatin. Dhe e shkuara na tregon se kur thirresh bashkë me avokatin, do të thotë që ekziston dhe është shumë i lartë probabiliteti që ti komunikohet një akuzë penale. Cila është kjo zonja Balluku? Ju e dini mirë se cila është numri 2 i qeverisë, pas Arben Ahmetajt, pas Erion Velis dhe pas shumë zyrtarëve të tjerë të rilindjes të implikuar tek paratë dhe pasuria dhe gjaku i shqiptarëve. Edi Ramës po i ngushtohet laku çdo ditë e më shumë dhe radha me sa duket i ka ardhur Belinda Ballukut. Këtij personazhi i cili është i krimbur në korrupsion si e gjithë qeveria e rilindjes, dhe siç u kam njoftuar kohë më parë, Belinda Ballukut i është prerë fleta e arrestit, por kishte mbetur vetëm për t'u ekzekutuar. Dhe ju kam thënë gjithashtu një diçka shumë të rëndësishme që lidhet me arrestimin e Edi Ramës. Ju kam thënë, Edi Rama është i vetmi dhe apo i pari kryeminist shqiptar i cili unë gjykoj se do të arrestohet në detyrë. Sigurisht këto nuk vinë në kuadër të parashikimeve, as të shikimit të filxhanit, as të hedhjes së fallit. Këto janë biseda dhe analiza të cilat shohin trajektoren e ngjarjeve dhe lëvizjen e tyre, i miksojnë dhe i marrin në analizë informacionet e dukshme dhe të padukshme, trajektoren, mënyrën se si lëviz korrupsioni, mënyrën se si ndodhin arrestimet, mënyrën se si lëviz Spaku, mënyra se si lëviz Dumani, mënyra se si lëviz Rama, si lëviz Berisha, si lëvizin aktorët. Të gjitha këto ngjarje lëshojnë sinjale të qarta, të cilat tregojnë pulsin e vërtet, apo ritmin, apo rrahjet e zemrës së pushtetit të Edi Ramës. Sigurisht, askush nuk e ka besuar më përpara që do të arrestohej Ilir Meta, për shembull, flitej shumë, jo kur do të ndodhi, apo s'ndodhi, po ja s'ka mundësi. E njëjta gjë ndodhi edhe me Erion Velin. Ju a kemi thënë 6 muaj përpara që do të arrestohet. E keni me video poshtë. Video, kur do të arrestohet Erion Velia, e keni me video poshtë, shkoni kush ka interes, le ta kërkoj, e keni me datë 6 muaj përpara se të arrestohet Erion Velia, e kemi folur këtu. E përsëris, nuk e bëjmë këtë sepse lexojmë fall, hedhim fall as se lexojmë filxhan, por ndjekim ritmin me informacionet e dukshme dhe të padukshme, dhe me burimet tona në Shqipëri dhe jashtë saj, kuptojmë se sa është rrethi, sa është perimetri, sa është diametri i rrethit të zjarrit që po i afrohet qeverisë së Edi Ramës. Nga ana tjetër, Rama ka shpejtuar të ndaj postet e tij me njerëzit e Berishës. Në shumë qytetet e Shqipërisë ju jeni mirë informuar që shumë nga njerëzit e PD-s po braktisin apo po kalojnë nga ana e Ramës në Vlorë, i ka vendosur në poste të rëndësishme. Dje par dje u njoftua kryetarja e PD-s në Sarandë, e cila merret dhe bëhet nën kryetare e bashkisë së Edi Ramës,
Çfarë po ndodh? Çfarë po luhet në Tiranë? Ku po shkon Shqipëria? Dhe si është e mundur që të gjitha hapat që ndodhin në Tiranë janë gradualisht dhe duket sikur janë të sinkronizuara me luftën e madhe në lojën e madhe, në përplasjen e madhe ndërmjet Putinit, Amerikës, Kinës. Duket qartë që valzimet, dallgëzimet apo frekuencat e zeza të përplasjes së madhe në mënyrë të sinkronizuar zbresin dhe ecin pothuajse në të njëjtat ritme edhe këtu në politikën e brendshme të Shqipërisë. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse, siç ua kam thënë, lojtarët e rilindjes, pavarësisht se shfaqen si amerikan apo si europian, janë duke bërë diametralisht të kundërtën. Për çfarë njoftoi Edi Rama në kongresin e fundit të Partisë Socialiste? Ne tha, mos u mërzisni të dashur rilindas dhe socialist, detyra tashmë do t'i ndajmë edhe me njerëzit e Berishës, edhe me kundërshtarët tanë, edhe me ata që na kanë akuzuar, se mos vini nesër tha dhe të na thoni që na kanë akuzuar, këto na kanë sharë, ne kemi punu, pse ti marrin postet ato? Postet do t'i ndajmë bashkë me kundërshtarët tanë. I bëri gati dhe çdo ditë kalojnë këta të PD-s marrin poste nga Edi Rama. Kjo ka kuptim tjetër, po të rim këtu një herë tek Balluku. Balluku, siç e dini, ka patur poste të rëndësishme. Ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, zëvendës kryeministre, njëri nga njerëzit më të pushtetshëm në Shqipëri, njëri nga njerëzit me kontrollin e sasive të frikshme të parave të gjakut shqiptar. Një njeri që kontrollon pjesën më të madhe të fondeve, pjesën më të madhe të buxhetit, rrugët, tenderat, koncesionet, tunele. Bëhet fjalë për një tender dhe akuza sigurisht e cila i është përgatitur Ballukut në këtë moment, është pabarazia në tendera. Bëhet fjalë për një tender i dhënë një kompanie turke dhe i rinovuar me 50 milion euro. Ndryshe nga që ishte në fillim, pra, për një tunel atje në Llogara dhe para të jashtëzakonshme, të frikshme, të cilat mendohet se kanë kaluar nga Shqipëria përtej oqeanit dhe në shtete të tjera, ku kanë shkuar për të fshehur parat e grabitura nga shqiptarët. Po t'i hedhim një sy edhe projektit të aeroportit të Vlorës, ku shteti hyn garant për një koncesion të dështuar pa nisur, me 140 milion euro në rast dështimi të aeroportit të Behgjet Pacollit në Vlorë, nuk ka asgjë tjetër dhe është e qartë si drita e diellit se janë të gjitha skema të qarta të pastrimit të parave, skema të qarta të grabitjes, të lavatriçes dhe të pastrimit të parave. Siç e dini, e keni parë, edhe nga aeroporti i Vlorës, kompania turke është tërhequr me justifikimin se nuk ka bërë investime aty dhe pasi e ka fituar tenderin, i ka shitur aksionet e veta 48% me 4.500 euro. Pra, raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili tregon se rilindja dhe qeveria dhe Shqipëria në kohën e Edi Ramës është ndëruar në lavatriçe ku pastrohen parat e drogës, të kokainës dhe të krimit organizuar, del qartësisht. Tani, si është e mundur që i njëjti prokuror që ka përgatitur fletën e arrestit apo fletëthirjen për Belinda Ballukun, zoti Premçi, është i njëjti i cili nuk kishte guxuar të çonte përpara hetimet për Erjon Veliaj dhe nuk i kishte shkuar vijës deri në fund apo hetimit deri në fund, kishte bërë gjithçka
është e mundur që ta evitoj këtë. Por në këtë rast ai e çon deri në fund, edhe pse Belinda Balluku konsiderohet më e pushtetshme ende se Erion Velia. Velia ishte me pushtet të jashtëzakonshëm gjithashtu, por parat që i ka kontrolluar Balluku mund të kenë qenë shumë herë më të frikshme si sasi pra se sa ato që ka kontrolluar Erion Velia, apo operacionet që ka kontrolluar apo që ka kryer Belinda Balluku pa asnjë diskutim, me miratimin e heshtur të Edi Ramës si shefi i saj, kanë qenë të niveleve të jashtëzakonshme. Ne u patëm thënë që fleta e arrestit për këtë zonjën është prerë. Me sa duket, tiktaket e fundit po vinë, sepse edhe loja gjeopolitike ka filluar të ngushtohet. Pse beteja ndërmjet agenturave të huaja dhe beteja ndërmjet akseve gjeopolitike këtu në Tiranë, në Kosovë, ku ka nisur arrestimi i spionëve, këtu po arrestohen të tjerë, po priten fleta arresti, po amortizohen të tjerë, që do të thotë, në Rogoz lufta është duke ndodhur për masa shkatëruese. Belinda Balluku ka qenë jashtë Shqipërisë, ka qenë në Zvicër, dhe ndërkohë që dilnin lajmet nga Tirana se është përgatitur fleta e thirrjes për të, mediat e mëdha të Edi Ramës, të cilat do t'i ndiqni sonte në prime time, nuk flisnin për arrestimin e Belinda Ballukut, baldozës së korrupsionit në Shqipëri, por flisnin për vizitat e saj në Zvicër dhe premtimet e saj se si shqiptarët pas një kohe të caktuar do të mundet të udhtojnë nga Shqipëria deri në Zvicër me tren. Është një lojë e madhe dashurmiq dhe duket qartë që laku po vjen menjëherë dhe po ngushtohet ndaj Belinda Ballukut, e cila deri në këto momente ka refuzuar të komentojë këto lajme bashkë me Spakun, i cili ka thënë se ka preferuar të mos japë informacione të detajuara. Çfarë është duke ndodhur në Rogoz dhe në kulisa? Dihet qartë që një fletëthirrje e tillë e trondit fort pushtetin e Edi Ramës, i cili nuk ka asnjë mundësi të shes Belinda Ballukun një lloj siç e shiti edhe Erion Velia, duke shplar duart vet dhe duke thënë se çdo dele varet nga këmbët e veta, siç tha për Arben Ahmetajt, ai ka ngrënë kumlla pas shpinës time, Erion Velia ka ngrënë kumlla pas shpinës këtij, Belinda Balluku ka ngrënë kumbulla pas shpinës këtij, e kështu me radhë. Duket qartë nga hetimet, nga fletëthirrja, nga mënyra e korrupsionit që kanë kryer, është e qartë që kanë grabitur sasi të jashtëzakonshme të parat të cilat ndodhen në Tiranë të fshehura në dhoma, një pjesë e madhe e parave nga gjaku juaj, ju që nuk mbyllni dot 15 diqin, se muaj nuk bëhet fjalë. Ju të cilët rrini me syt nga dielli, rrini me syt nga WhatsAppi, që t'ju vi në i numër transferte nga kalamajt nga jashtetit, t'ju vi në i numër Western Unioni, apo MoneyGrami, apo të ndonjë kompanie tjetër. Ju të cilët punot gjithë jetën tuaj dhe shkoni vazhdoni t'i votoni këta lloj krimbash anti-shqiptar, të cilët i kanë bërë parat me kontinjer dhe janë duke i shpërlar një pjesë të tyre në Shqipëri nëpërmjet këtyre firmave fantazmave dhe nëpërmjet projekteve fantazmave, nëpërmjet tenderimeve fiktive, nëpërmjet projekteve inekzistente, qindra miliona euroshe, të cilat merren nga gjaku juaj, dhe në fund fare vjen Edi Rama dhe thot do t'i jap pensionistave 100.000 lekë, thot, dhe që të hanë të pinë mish gjeldeti për vitin e ri. Ajo që luhet është shumë e madhe dhe duket qartë që as miqtë e tyre nuk i mbrojnë më dot. Duket qartë që edhe Spaku nuk i mbulon më dot. Duket qartë që edhe miqtë e tyre brenda Spakut nuk i mbulojnë dot më, dhe duket qartë që as Altin Dumani nuk ka më
fuqi që të bëj asgjë që mund të zvarris këtë proces. Nuk e di dhe nuk e kam informacionin e dur se cili mund të ketë qenë kontributi i tij apo roli i tij në çuarjen përpara të kësaj dosje të buldozerit të korrupsionit Belinda Balluku, e cila ka pasur mbi 7 kallëzime në SPAK. Kallëzime të cilat e trondisin nga themelet qeverinë e rilindjes, e trondisin nga themelet këtë qeveri të korruptuar, e cila bën teatr dhe skeç dhe pin gjakun e shqiptarëve dhe pastaj lëshon në treg gjithë patronazhistët duke bërë skeçin dhe teatrin me Sali Berishën. Ky thot është i Sali Berishës, ai thot ky është i Ramës, dhe pavarësisht se Rama ka 13 vjet në pushtet, ka konsumu kaq shumë, retorika e patronazhistëve është do ta mbajmë kursin ke Berisha. Pra fajin e ka Berisha. Ndërkohë që Berisha, nga ana tjetër, në vend që të ndaloj monopolin e opozitës nga një grusht njerëzish dhe të hap lojën për hapjen e opozitës dhe nxirret të dalë popullit dhe të shkul nga zyrat këta kriminal anti-shqiptar, hajdut, të cilët kanë krimbur në hajdutëri, janë të krimbur në para, janë të krimbur në para krimi, në para gjaku, në para shqiptarësh, i mban me orgazma trumpizmi, duke u thënë çdo ditë Berisha do vi Trumpi kështu, do bëj Trumpi Sorosin, do rrezoj Sorosin, dhe e gjithë situata është që të blen kohë. Edhe Berisha, edhe Rama me njëri tjetrin, dhe nuk është rastësore kjo lëvizja që po a them e zyrtarëve dhe ish antarëve të Partisë Demokratike në strukturat e larta të Partisë Demokratike që po shkojnë ke Edi Rama. Pse? Po bëhen gati për hipotezën e arrestimit të Ramës. Unë ua kam thënë që leximi im, jo parashikimi se urrej fjalën parashikim, leximi im dhe analiza ime më tregon dhe të dhënat e mia, të cilat nuk i citoj dot të gjitha, më tregojnë se Edi Rama është i pari kryeministër shqiptar që do të arrestohet në detyrë. Pyetja që ju do të bëni natyrshëm të komentet është: kur do të arrestohet Krishnik? Në qoftë se arrestohet Eren Veliaj, largohet, arratiset Arben Ahmetaj, zvëns kryeministër, arrestohet apo hetohet, akuzohet me akuzë penale zvëns kryeministrja dhe ministrja energjetikës dhe infrastrukturës Balluku, arrestohet Eren Veliaj dhe të dalë Edi Rama dhe të bëj gërgër si i bukri shejtan atje dhe të thot me gazetarët e vet që do dalin tani në orën 9 ke gjitha televizionet, do dalin dhe do thonë ç'lidhje ka Rama me këtë, përgjegjësitë janë personale, ai rrin ke maja Olimpit atje dhe ku di ai ç'kan bërë këta këtu poshtë, ai di të gjitha. Por ai paguan këta të prime time-it që të relativizojnë dëmin dhe të mburojnë Edi Ramën dhe të relativizojnë atë që është duke ndodhur. SPAK-u i Shqipërisë nuk ka fuqi të lëviz as të arrestojë. Ajo që po ndodh është dora e Amerikës që ka vendosur të lëviz. Kur arrestohet Edi Rama është pyetja më e madhe. Sigurisht unë këtë nuk e di, as kam si ta di. Por, ajo që unë lexoj, ajo që unë shoh, dhe bazuar në informacionet që kam nga burime të jashtëzakonisht të rëndësishme, brenda dhe jashtë Shqipërisë, në Shqipëri dhe përtej oqeanit, Edi Rama do të arrestohet ditën kur do të jetë bërë gati i gjithë ekipi që do të zovënsoj largimin e tij. Pse? Sepse Amerikanët nuk e duan Berishën që të jetë alternativa e Ramës. E kuptuam lojën. Rama do të donte shumë që të ishte Berisha. Berisha nga ana tjetër mendon që kjo ngarkesë e madhe që ka rënë mbi Trumpin tani dhe ky fluks i madh i përplasjes ndërmjet Rusisë, Amerikës
dhe dosjet jashtëzakonisht të nxehta të Donald Trumpit në lindjen e mesme, ku është duke u bërë nami, fërkime me Netanyahun, përplasje me Netanyahun, gati për të shpërthyer lufta në Liban, qeveria dhe presidenti nuk po mundin ta çarmatosin Hezbollahët. Amerikanët i kanë thënë ose çarmatoseni, ata thonë nuk shkojmë luftë civile se po përplasën Hezbollahët, shkojmë luftë civile. Do të thotë që do të sulmoj dhe do të bombardoj Izraeli. Do hapet fronti i Libanit, do hapet, pra lindja e mesme është në një ferr i madh duke u hap. Dhe një përplasje kokë në kokë vetëm në 48 orët e fundit, po e gjeta kohën në 2-3 minutat apo 5 minutat e fundit, t'ja tregoj çfarë po ndodh tani, thyrje kockash mes Trumpit dhe Putinit ndërmjet Kinës, Indis, lojë e madhe të cilën do t'ja shpjegoj. Berisha thot kjo lojë e madhe e Trumpit dhe kjo pafuqi e Amerikës sipas projekcionit të tyre, sepse Berisha dhe Rama janë lojtarë 30 vjeçar, kanë 30 vjet bashkë, i kanë bërë kodin bashkë, e vranë zgjedhjet bashkë, i goditën njerëzit bashkë, kodin zgjedhor e bën bashkë, partitë e vogla i ekzekutuan bashkë, partitë e reja i krijuan bashkë, i vranë bashkë, i fusin lojë bashkë kur duan vetë, i nxjerrin nga loja kur duan vetë, siç bën me Tikun dhe Shabanin, që morën 60.000 vota dhe çun hallën e Tikut në parlament që flet greqishtën si shqip edhe shqipen si greqisht. Pra, është lojë shumë e madhe. Ndaj dhe këto ekuilibrat që këto lëvizjet, njerëzit që kalojnë nga PD-ja hidhen ke PS-ja apo nga PS-ja ke pala tjetër, janë lëvizje të mirë kalkuluara që bëhen për t'u përgatitur për pjesën tjetër. Çfarë mendon Berisha? Berisha, kush e ka qef dhe kush e urren, është lojtar i zgjuar, pra e kupton e njeh mirë politikën, edhe ai që e urren, edhe ai që nuk e urren, duhet të kuptojnë që Berisha është dhelpër i vjetër. Çfarë thot Berisha? Berisha thot Trumpi do ketë nevojë për mua. Dhe mund t'i thot Ramës në distancë që kujdes, për sa kohë e kemi monopolin e të dy, Amerikanët nuk kanë ç'na bëjnë. Se kemi edhe njerëz, kemi zarë në për televizione, në për prime time, të gjithë gazetarët i kontrollojnë Rama me Berishën. Madje Berisha është shumë më i pushtetshëm se sa Rama. Fevziu është i Berishës pavarësisht se punon për Ramën. Grida Duma është e Berishës pavarësisht se punon sot për Ramën. Të gjithë establishmenti i prime time-it dhe analiza e prime time-it janë në kontrollin e Berishës dhe të Edi Ramës. Atje tek Euronews-i i kontrollon Berisha, ke Top Channel-i i kontrollon Berisha, ke ABC News-i i kontrollon Berisha me Ramën, ke Report TV-ja i Carlo Bolinës i kontrollojnë të dy bashkë. Pra, përgatitja është që të krijojmë një situatë politike e cila e pamundson rotacionin politik dhe në këtë kusht vonohet arrestimi Edi Ramës, shtyhet arrestimi Edi Ramës, sepse paqartësia dhe mungesa e shikimit amerikan shumë larg për arsye të mjegullës së madhe bën që kush është alternativa e Ramës, se mirë Rama, kush do të vi? Do vi Berisha, se do më populli Berisha. Do vi Berisha si vjen Berisha. Berisha vjen vetëm në një rast. Në qoftë se ai ja del që ta bind presidentin Donald Trump, që nuk ke asnjë lojtar tjetër më në Shqipëri përveç meje, dhe unë si një njeri pranë bushve, pranë konservatorëve, pranë republikanëve, edhe pse ti e di që unë kam fut gjithë njerëzit e Soros në PD dhe ja kam dorëzu PD-n Sorosit, Donald Trump ti e ke me detyrim që Berishën ta zgjedhësh si lojtar tranzitor. Kjo është ëndra e Berishës. Berisha i luan syrin Ramës në Rogoz dhe i thot, shiko Ram, ti ike që ike tani, ti do ikesh që do ikesh, ti në arrest, unë non grata, apo unë me probleme prap me drejtsin, me probleme familja ime me drejtsin, familja non grata në Shëba, hajde ta luajmë kështu. Si do ta luajmë? Ndjes se po më vjen për të shtirë, jemi njerëz,
edhe ne të shtim, si njerëz. Çfarë thot Berisha? Thotë Ramës, po i ke ti, kam rënë dhe unë. Po i ka unë, ke rënë dhe ti. E gjithë situata tani do t'jetë, Berisha ka dy alternativa. Berisha çfarë po bën fort dhe çfarë po luan me fuqi të madhe. Po krijon idenë që vetëm ai është kryetari i opozitës, nuk ka opozita tjerë. Ta tjerët janë kot, nuk kanë vota, janë parti idiote inekzistence dhe shefi i opozitës jam unë, thot Berisha. E di që jam non grata, thot, por i thot edhe Ramës, në të dy bashk do të krijojmë një klimë që nuk ka opozit tjetër, përveç meje, ndaj kështu mund ta fitojmë një tender tek Donald Trumpi, i cili e ka kokën plot me miza për arsyet lindjes mesme të Ukrainës, të Kinës, Tajvanit, dollarit, floririt, Federal Rezerva, Venezuela, Maduro, Netanyahu që ja kanë nxirr jetën. Dhe çfarë thot Berisha tani? E bëjmë situatën bashkë me Ramën që nuk ka alternativë tjetër dhe do ta detyrojmë Amerikën të na vike këmbët. Çfarë bëhet Berisha 81 vjeçar? Ju e kam thënë më përpara, nuk ka mundësi të jetë lojtar strategjik. Berisha fiton një tender të shpejt nga Washingtoni sipas projeksionit të Berishës. Kujdes. Unë po ju lexoj se si po lëvizin ata, sepse Rama ka marrë fund. Arrestimi i Belinda Ballukut është fundi i Edi Ramës, ka rënë qeveria, por nuk e le të bie, se duhet dali Berisha të nxjerrë se është lideri i opozitës. Duhet nxjerrë 200.000 veta atje para kryeministrisë, po iku Belinda Balluku në burg, por nuk e bën. Nuk e bën, se nuk ka autoritet më. Po e bëri, do të thotë ka leje nga amerikanët dhe ka marrë koncesionin për të qenë lider tranzitor. Berisha. Pse? Sepse është 81 vjeçar. Dhe një 81 vjeçar nuk mund të jetë lider strategjik as lojtar strategjik. Në qoftë se amerikanët e kanë gati ekipin, këta do të binë të dy. Pse them amerikanët? Amerikanët vendosin për Shqipëri? Po, ata vendosin. Ata deri tani. Në qoftë se Rusia është më e fortë se Amerika, do të vendosë Rusia, bashkë me lojtarët e tjerë. Amerikanët nuk do të lejojnë që të ndodhë luftë civile në Tiranë. Këto unë e kuptoj, e shoh, po luajnë me kujdes dhe po i rrezojnë gjithë gurët e shahut me ngadalë. Po këtu është Greqia, po këtu është Serbia, po këtu është Rusia, po këtu është Dreqi me gjithë birin, po këtu janë shërbimet franceze, këtu janë shërbimet britanike, këtu janë shërbimet gjermane, këtu janë shërbimet, këtu është miti turk, këtu është asfalia greke, këtu është UDB-ja, këtu është KGB-ja, këtu është Dreqi me gjithë birin, Gomari me gjithë sa marrë nga ku është këtu brenda. Që ta kuptoni lojën, miqteni. Nuk është punë më poshtë Berisha, poshtë Rama, se i shoh ke komentet tonë. Patronazhistët si do t'i dalloni ke komentet? Edhe pse ka hik Berisha ka 13 vjet, patronazhisti, që është komunist, që ka marrë detyrën të bëjë si opozitar, thot, qa thot? Pse se sha Berishën tire? Kuptove? Vjen patronazhisti, thot, pse se sha Berishën tire? Pse merresh vetëm me Ramën tire? Unë i kam ra edhe Ramës, edhe Berishës 13 vite, dhe po ju them, natë për natë që janë bashkë. Por ai nuk do be mua që të merre me Edi Ramën. Dhe thot, meru me Berishën. Si do merre me Berishën se ka 13 vjet që ka ik? E kam thënë që janë bashkë. E kam thënë janë produkt i partisë punës prej 90-s. Ju kam thënë që bashkë qeverisin. U kam thënë që bashkë sollën Sorosin Shqipëri. U kam thënë që bashkë bën këtë. Si mund të flasun për natë për Berishën? Këtë e bëjnë komunistët e kamufluar. Detyra e tyre është socialistët dhe rilindasit. Ti mos u merr me Ramën, po bjeri dhe Berishës. Berisha ka 13 vjet që ka ik. Tani kush është? Ju shqiptarët që doni me hap mendjen se të shiturit janë të shit. I keni aty. Sa hyti live ai ka bërë 10 komente. Është paguaj, merret vetëm atë punë.
Zhurmus. Kush është Zhurmusi? Belinda Balluku ka vjedh, Edi Rama ka vjedh, Erion Velia pa arrestohet, a i thot, pse se sha Berishën tire? O zagari Berishës, kuptove? Unë po i them kam 12 vjetë që janë bashkë, po do mua natë për natë merë me Berishën, pse? Që të mos merremi me Ramën. E kuptoni çfarë lloj cirku bëhet? Tani, kur Rama arrestohet në detyrë, Ramës janë pre letrat. Sillet si zar rreth për qark Amerikës, ju lëpi Melonit, Gjorgja Melonit, mos nuk la sandale e lloj kpuce pa ja puth Melonit. I tha dhe Erdoganit, mën bëj një gjë me Melonin, i tha Erdogani shkret, i tha Melonit, ma le duhonin goce, se qeka ala me goce, le me duhonin se nuk e ke mirë punët me shnedin, të shtrash zonin shumë, mos pi duhonin, tha Erdogani, atë keqen Babaxhami, du fort, ma le duhonin, e tha. Ky s'la kpuc pa i puth, duke u zvarë për barë Melonit, pse do Melon që shkoj ke Trumpi. Shko ke shiku Muhammed bin Zayed në Emirate, man më qoni ke Trumpi. Shkon ke Netanyahu, man o Netanyahu me atet verdhën këtu roft civilizimi i Netanyahus, poshtë terrorizmi, s'ka gale se vreta i kalamajnë Gaza, man më gjeni i vend Washington ke Donald Trumpi. Shkon atje, shko ke Macroni, pastaj tallet me Donald Trumpin, tha si e pata të budallajnë atje, tha, në vend që ti thot Armenia Azerbajxhan, thot Armenia me Albanian, edhe duke u zgërdhi me shefin e lozhës komuniste të Parisit, atje ku Berisha shkoi dhe u strehua për të hedhë në gjyq Amerikën dhe Antony Blinkenin. E kuptuar? Shkoni, keni një shkrim të Kreshnik Osmanit në Facebook, vizita e Macron dhe takimi me Kadaren dhe rizgjimi i lozhës franceze në Tiranë. Është bërë para 2 vitesh, shkrimi, kur erdhi Macroni dhe dekoroi të ndjerin Kadare. Edi Rama është në panik, është full panik, sepse dyrët e Washingtonit janë mbyllur. E pasi çoi Baramin me Elizën e Skënderbeut, e çoi atje. Pse dinte që nuk e pret më njëri atje. Dosja me Golingal është hap. Problemi është që Amerikanët e kapin lepërin me qere. Tani, duke qenë që Amerika nuk është organizat bamirëse, si që kam thënë, dhe duke qenë që ata janë nëna e pragmatizmit, në qoftë se doni që pas Edi Ramës, kujdes, më dëgjoni me kujdes, se janë shumë precize këto që po them, dhe të imta njëkohësisht. Në qoftë se doni që pas Edi Ramës të mos shkojmë nga breshëri në shi dhe ta qani Edi Ramën me Berishën pastaj mrapa, duhet organizoheni dhe t'i theni Amerikës, ne jemi populli shqiptar dhe kemi nevojë për ndihmën tuaj apo asistencën tuaj, shpëtojmë Shqipërinë nga këto banda anti-shqiptare. Në qoftë se nuk e bëni, mbajeni mend këtë që po ju them, keni për ta qenë me lot Edi Ramën me Berishën në krahasim me llojin e lumrave që do të vinë nga mrapa dhe që do të jenë zëvendësit. Në qoftë se nuk jeni të aftë të artikuloni një plan dhe t'i thoni Washingtonit, ky popull do aleancën tuaj me dignitet. Mbajeni mend këtë mirë. Se nesër ndoshta jemi, ndoshta nuk jemi, jetët dhe ymrin e ka i modhe Zot në dorë. Sot je, nesër si. Mbajeni shënim këtu. Ose bëhemi tani popull dinjitoz, këto muaj që po vinë, deri në 2027 do 20 flak dynjaja. Deri para fundit vitit ka flak të madhe, ka tym të madh. Nuk i dihet kur plas tymi. Nuk i dihet kur ndizet shkëndia. Ka ngjarje shumë të mëdha. Frikshëm po ndodhin gjërat me shpejtësi të madhe. Në këtë moment amerikanët kanë vendosur ta kapin lakun dhe ta rrethojnë Ramën me qerre, duke ja heqë të gjitha gushtat dhe gjitha ato patericat e veta. Tani ky nuk i shet dot këta, siç e shiti Erion Velin, sepse Bela
Bela di gjithë kutinë e zezë, se çka ka kutia e zezë e Ramës. Sepse Bela ka qenë zëvendës kryeministre, Belinda Balluku. A kupton? Dhe Rama tani me Berishën në heshtje do të konfigurojnë që të kapin gjithë shkat në kontroll, në mënyrë që çdo alternativë e ardhshme apo plan i ardhshëm amerikan për rajonin të paktën të negociohet me këta. Të marrin dhe këta pjesën e vet pak. Po jo t'i marri të gjitha. Në qoftë se amerikanët e kanë stafin gati dhe i kanë piketuar njerëzit e vet gati dhe i kanë bërë gati projeksionin, këta do të fluturojnë shumë shpejt. Në qoftë se jo, atëherë amerikanët janë duke prit të shikojnë se çfarë fuqi e ka ky popull me reagu. Në qoftë se jeni popull i vdek ju bashkë me mu, do vendoset ndryshe. Në qoftë se jeni popull i gjallë dhe vital, do të vendoset ndryshe. Në qoftë se ne këtu në Shqipëri, diaspora në Amerikë, në Kanada dhe në Europë, do të organizohet për të prodhu alternativën shqiptare në dyert e aleatit në Washington, do të ketë vendimmarrje tjetër. Kjo është loja. Dhe Bela është pranë arrestimit. Rama është pranë arrestimit dhe do të arrestohet në detyrë, i pari kryeministër shqiptar. Kështu e lexoj unë. Bëhuni gati për vendin tuaj, për kombin tuaj dhe kuptoni si është loja. Berisha, siç u thash, do të luftoj dhe po lufton me shumë zgjuarsi që të fitoj tenderin e kalimit tranzicionit. Pra, Berisha të marrë nga Washingtoni tenderin të hiki Rama i Sorosit dhe Trumpi e ka legjitime pastaj komplet ndërhyrje në Shqipëri, sepse i thot Berishës, shko nxirri njerëzit para kryeministrisë, ma zhduk te për 24 orë dhe ikën ai. Merr vrapin, merr arratin Rama. Natën për gjithë natën. Në qoftë se Berisha merr okein nga Amerika. Në qoftë se amerikanët s'duan t'ia japin Berishës, këta të dy do të koordinojnë bashkë dhe do ndajnë lojtarët. Ky do maskoj këtë, ky do markoj këtë, ky do markoj këtë, ky do markoj këtë. Dhe të gjithë lojtarët e mundshëm potencialisht për të qenë lojtarë në të ardhmen, do të jenë të markuar nga njerëzit e Ramës dhe nga njerëzit e Berishës. Në rastin më të keq të markuar, në rastin më të mirë të markuar, në rastin më të keq të eliminuar, pra të nxjerrë nga loja, me të gjitha format. Kush do të fitojë, këtë e keni në dorë ju. E ka në dorë sovrani, e ka në dorë populli. Kjo është situata dhe dy zhvillime shumë shkurt nga bota. Brenda 48 orëve ka ndryshuar situata radikalisht 180 gradë, çdo 12 orë lutë 180 gradë. Përplasja Putin-Trump. Do japim Tomahawk, s'japim Tomahawk, do japim Tomahawk, s'japim Tomahawk. Ik Zelenski, Eja Zelenski, del Zelenski i thot Parlamentit Evropian, nuk më dha Trumpi Tomahawk, Kinën e kemi kundër, Putinin e kemi kundër, Ukraina do luftoj. Del Trumpi kërcënon Putinin dhe i thot do të thyej kockat, del kërcënimi i Pete Hegseth, sekretarit amerikan mbrojtjes, për Putinin dhe i thot mbaje mend çfarë do të bëjmë. Kujdes se çfarë kemi kurdis për ty. Del Zelenski dhe thot, sekretari amerikan i mbrojtjes thot ka kollare. Kollare me flamur të Rusisë, se kishte dalë Pete Hegseth. Ai del dhe i thot, ato janë ngjyrat e flamurit të Amerikës o hajvan, por nuk janë të Rusisë. Pas zëvendëses së Shtëpisë së Bardhë, del një tjetër zyrtar amerikan i Pentagonit i cili pyetet gjithashtu se kush i ka vënë sanksionet apo kush mund të vendos sanksionet ndaj Putinit, përgjigja prap ishte si zëvendësja e Shtëpisë së Bardhë. Lejen për sanksione tha e ka dhënë plaka jote, mami jot. Kuptoni ku ka shku bota? Mami jot për ditë. E lezetshme mami duhet jetë, kjo mami që i rregullon gjitha dhe i prish gjitha. Telefonat sekrete, shumë e fortë, e pa deklaruar publikisht ende nga Shtëpia e Bardhë dhe nga Pentagon. Ndërmjet Donald Trump dhe Vladimir Putinit në orët e fundit. Flitet gjithmonë burime amerikane pranë Pentagonit dhe Shtëpisë së Bardhë,
thonë që kanë rënë tashmë dakord në telefon. Trumpi dhe Putini. Ultimatum për Zelenskin. Lësho Donbasin, mbyllim luftën, por ndryshe shko në xhehenem. Zelenski ankohet në Europë, na shiti Amerikë. Kina është problem, nga ana tjetër, nga kërcitja e dhëmbëve të Amerikës dhe sanksionet e reja ndaj Kinës dhe Indisë, tërhiqet Kina dhe India nga blerja e naftës ruse. Dhe tërhiqja e Indisë edhe e Kinës nga blerja e naftës ruse, veçanërisht e Indisë, se Kina mund gjej në rrugë tjetër, do të thotë goditje në shtyllë kurrizore për burimin e financimit luftës për Putinin. Do të thotë një katastrofë. Apo luajnë indianët me kinezët me Amerikën, apo e kanë vërtet, kjo mbetet për të parë. Por loja është shumë e madhe. Lindja e mesme është në flak, gati për të ndezur. Askush nuk mund të thotë me siguri se çfarë ndodh me Ukrainën dhe çfarë do të ndodh. Sepse në kushtet e Tomahawkut ka dalë edhe Dmitri Medvedev, ka thënë tashmë me që vendosët të shkoni në luftë, jemi gati edhe ne në Moskë për luftë, le të jetë thyrje brinjesh dhe kockash. Në ndecet bërthamore lëvizin në detin e Veriut, në ndecet bërthamore që po i ruan dhe po i monitoron Europa në drejtim të Europës, fokusi rus në drejtim të Britanisë madhe. Amerika luan minut pas minute me nervat e Putinit dhe Putini luan me nervat e Trumpit çdo gjysmore. Çfarë thuhet tani nuk thuhet pas gjysmore. Çfarë thuhet sonte nuk thuhet nesër. Sepse të gjithë po luajnë, të gjithë po bllofojnë, të gjithë po projektojnë diçka të madhe. Paqen e madhe e cila shumë e vështirë të ndodh, ose ferrin e madh që mund na përpijë të gjithëve. Zoti ju bekoft ju, e bekoft njerëzimin dhe njerëzit e thjesht, sepse ne nuk na pyet kush, ne përpiqemi të hapim sytë e njerëzve, të lexojmë kulisat, të informohemi me burimet mike tonat për të ruajtur aq sa mund të ruhet nga flakët e mëdha. Lëkura jonë është shumë e brisht dhe gjithë njerëzimit, nëse flakët e mëdha që po përgatiten do të dalin nga kontrolli. Është tepër e rrezikshme loja e madhe. Dhe loja e madhe nuk është jashtë kontrollit. Dhe këtë e tregon Tirana në mënyrën e saj më të imët. As Tirana nuk është jashtë kontrollit. Belinda Balluku drejt arrestimit, do të thotë edhe Edi Rama drejt arrestimit. Kush do ta zëvendësoj pushtetin e rilindjes? A do të vi Berisha dhe do të tregohet dhelpra që do të rëmbej në këtë moment lojtarin tranzicional të Amerikës, duke i dhënë garanci amerikanëve se ata, Berisha, është i gatshëm të fusë në lojë të gjithë lojtarët e ri që i do Amerika, me kushtin që të jetë ai kujdestari me autoritetin e tij, prej 81 vjeçari dhe me autoritetin e tij politik, me ndonjë koncesion të vogël që të hiqet non grata, ose edhe po nuk u hoq non grata, punë e madhe fort, marrim ndonjë garanci për familjen, e cila është gjithashtu non grata. Berisha pas Ramës apo populli shqiptar? Kjo është dilema e madhe dhe këtë e vendosni ju, e vendosim ne, e vendos Washingtoni, por mbi të gjitha vendosim Madhi Zot, siç lëvizin njerëzit në tokë, ashtu siç jemi, ashtu i meritojmë edhe ata që në qeverisin. Kuptoni mirë, sepse forca, kuptimi janë arma më e fortë sot në këtë botë. Është pasuria më e madhe është të kuptosh. Ndaj, unë nuk jam këtu për dalë as për të lypë mëshirë, as subscribe, si që mendojnë ca Lafazano dhe ca gore atje poshtë. Unë këtu po ofroj vlerë si pas asaj që unë mendoj. Në qoftë se ju mendoni se unë po ju jap në ju vlerë, unë mendoj se duke ju ndihmuar të kuptoni, ju kam dhënë pasurinë më të madhe që ju duhet tani. Të kesh mend, është shumë më rëndësishme se të kesh para, ngjoje prej meje, ta kam thënë më të mençur se sa unë këtë. Parat janë pleherat e botës.
Sot i ke, nesër si ke. Sot s'ke, nesër bësh milioner. Paraja është gjëja më ndyrë në botë. Edhe më rëndësishmja e botës. Parat shkojnë e vinë, mos u bëni merak. Fatkeqësia më e madhe në këtë botë është të jesh i mashtruar, të jesh i hutuar, të jesh i gënjur dhe të jesh idiot. Skema e idiotizimit të njerëzve me mainstreamin dhe prime time-in është e frikshme. Po bëj përpjekje minimale aq sa di unë që t'ju hapim sytë. Kush beson që kjo është vlerë, faleminderit. Kush nuk beson, prap faleminderit, do të paguni me lëkurën tuaj. Unë kam atë lartë dëshmitar, unë e përcolla mendimin tim dhe u thash të gjitha, ashtu siç e dija unë dhe ashtu siç mendoja unë. Kaq kishim për sonte, të tjera zhvillime do të vi në vijim dhe unë do të jem aty me ju për t'i analizuar minutë pas minute, sepse ngjarjet do të jenë të mëdha. Por ju e dini, pjesa tjetër vijon në numrin e ardhshëm. Natë mirë.